Nuk ka si ushqime që përgatit vetë në shtëpi me dorën tënde, e di çfarë han. Sot do përgatisim qoftë të shtëpie me djath ose ndryshe peskavica me djath që bëhen shumë shpejt dhe dalin shumë të shijshme. Ju a pata premtuar që doja sillja sërish recetën me qofte të shtëpisë, ndërsa këtë herë e bëra me djath brenda, me djath guda. Përpara se të vazhdoj me recetën, shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow ju lutem në këtë mënyrë, nuk humbisni asnjë video të re që unë postoj. Tani për qoftet e shtëpisë kam përdorur 1 kg mish të grirë, 4 qep të bardha dhe 2 qep të kuqe të cilat i kemi ngrirë në rende. Gjithashtu dhe 5 thelbi hudhër të grira në rende. Unë qoftëve të mia i shtoj dhe borzilok se më pëlqen shumë, pastaj i marinoj me krip, piper zi, piper të kuq dhe 2 vezë. Do t'i përzim këto fillimisht mirë dhe pastaj do shtojmë 1 lugë çaji sot buke. Pastaj që brumi i qoftëve të lidhet, do shtojmë dhe pak miell derisa brumi të bëhet kështu dhe pastaj do ta lëmë të pushoj për 1 orë. Pas 1 ore do t'i lyejmë duart me vaj, i bëjmë këtë formën e qoftëve kështu, i vendosim djathin guda brenda, shtojmë prap mish dhe qoftet i kemi gati. Mami im sa herë që bën qofte bën shumë, i fut në ngrirje dhe i ka gati për herë tjetër vetëm për t'i skuqur. Qoftet tani do t'i skuqim në tigan me zjarr mesatar nga të dyja anët derisa të piqen. Më besoni kur ju them që kjo është receta perfekte e qofteve të shtëpisë. Pamjet flasin vetë, shikoni pak sa të shijshme që duken. Unë këto qoftet kam shumë qef t'i ha si hamburger, i marr një bukë e ly me Philadelphia, me këtë që është me Philadelphia me qep, nuk e di më pëlqen shumë, edhe i vendos dhe një nga këto peskavicat me djath brenda, o zot sa i mirë del, shikoni pak. Nuk ka si gatimet që bën vetë në shtëpi, paktën e di çfarë han, shikoni pak sa i mirë del. E kam qaj, nuk keni çfarë thoni. Faleminderit që ndoqët videon, mos harroni të bëni like, shkruani në komente çfarë të përgatis në videon e radhës dhe bëni follow, shihemi në videon tjetër. Ciao.